Vrapër në shkollë, vrapër në punë, vrapër te kafja, vrapër në takim, por ne nuk vrapojmë vetëm nga halli. Vrapojmë edhe për qejf, si te maratona e Tiranës. Por, si janë vrapuesit sot, a janë ata në formë, shkojmë t'i pyesim. Si shkoj gara? Mirë shumë, mirë. Perfekt. Sa kilometra? 21 ja. Po si ndihesh tani? I lodhën. I lodhur. Po në asfalt nuk bëjmë shumë gara, bëj vetëm 2. Prishtina maraton, gjysmë maraton e Tiranën. Këto e bëjmë me qef. Po që ke bërë që unë dirë, ke vrapu do me thënë. Vrapu për qefë, për Sa kilometra? 506.6, 10 km aq. Po kur thot gruaja në njërë ose partnerja jote që thot, shko ma merë vrap një ëmbëlsirë, shkon me vrap apo jo? Me sprint o zemër. Ky vrapi të bën mirë për mendjen? Për seksin. Për seks, Po. Je egrë? Mbeso. Ja me unë grrë. Është herë e parë që me pjesë? Po, 10 kilometra 1 orë e 9 minuta. Për këtë kazën këtu, autizëm. Humë gjithmonë në jetë apo dhe fiton në jetë? E rëndësishme është pjesëmarrja. Ama prapë me këtë pjesëmarrje s'ka për të fituar sot. Po thuj se gati 1 orë, morave avash. Ka rëndësi pjesëmarrja. Sa ta doni apo? Mjafton që prezenca. Rëndësi ka pjesëmarrja dhe ju si të gjithë domet. Jo, nuk jemi si gjithë tjerët ne, sepse ka të bëjë me mosha. Një 55 vjeçar nuk mund të vrapojmë me një 20 vjeçar që ta kuptosh. Por ne të vjetrit nuk dorëzohemi kur. Po të merrem në një aktivitet se e thyva krevatën duke ndenjur. Qa thua? Po. Gjithë ditën krevat, si pasha. Krevat. Unë jam 66 vjeç. Në moshën tënde, 66 vjeçarat, Lojnë domino kryesisht. cila është ajo gjëja më e mirë, vrapi apo seksi? Më ke bërë një pyetje shumë të vështirë, mund edhe ti barazoj. Si e njerë? Mirë shumë. Po kështu dukesh, fizikisht do me thënë nuk e di. Njerëzit thonë seksi djeg shumë kalori. Kjo teori ka rënë poshtë. Njerëz në qoftë se doni të diqni kalori, bëni vrap. Në qoftë se doni të bëni qef, bëni seks.